Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24, ku ditën e sotme shumë shpejt janë rikthyer temat, por do të kemi personazhe të rinj për sa i përket temës së trajtuar vetëm pak ditë më parë, por që vinte menjëherë pas ngjarjes së rëndë që ndodhi në Tiranë, pikërisht në zonën e farmacisë 10, ku 10 shtëpi u dogjën si rezultati një zjarri dhe pa mbushur 48 orë na erdhi lajmi tjetër në Malishev të Kosovës, babai 35 vjeç së bashku me 2 fëmijët, 9 dhe 12 vjeç, gjeti vdekjen dhe ne kemi pasur një ekskluzive të drejt për drejt nga një pjesëtar i familjes Berisha, njëkohësisht edhe kryeplaku i fshatit. Aty në rrëfimin e zotit Berisha ne mësuam shumë detaje në lidhje me familjen e Berisha, ku gjeti vdekjen 3 antar, babai së bashku me 2 fëmijë, siç e theksova. Në fakt ishte një banesë komunale ku familja, babai dhe 4 fëmijët jetonin pikërisht aty dhe pikpyetjet që ngriti pikërisht sociopsikologja jon e ftuar atë ditë për nënën e atyre 4 fëmijëve, 2 prej të cilëve ndruan jetë së bashku me babain dhe 2 të tjerë shpëtuan mrekullisht sepse nuk gjendeshin në banesë në momentin e flakëve dhe të tymit, bëri që të reagojë edhe familja e nënës së 4 fëmijëve. Duke falenderuar të gjithë audiencën në Kosovë, të cilët her pas here bëhen pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur nëpërmjet rrëfimit të tyre, por edhe nëpërmjet reagimeve, edhe pse në Kosovë kohët e fundit dhe vitet e fundit janë hapur emisione të tilla të ngjashme, përsëri denoncime nga Kosova dhe jashtë territorit të Kosovës dhe jashtë territorit të Shqipërisë janë pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur dhe kështu do ndodhi ditën e sotme. Tezja e 2 fëmijëve të ndjerë dhe 2 të mbijetuarve do të jetë vetëm pas pak në një rrëfim ekskluziv dhe të drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Fillimisht ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj, dhe rikthehemi me sociopsikologen që ishte atë ditë, por edhe me të ftuarin tjetër, me avokatin, emrat e të cilëve do t'ju njoh vetëm pas pak, me njëherë pas materialit. Historia që do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur ka të bëjë me një ngjarje të rëndë që ndodhur në Malishev, një tragjedi që tronditi jo vetëm Malishevën, por la pas një heshtje të rëndë, një boshllëk që nuk mund të përshkruhet me fjalë. Brenda pak minutash një vatër zjarri i përpiu jo vetëm një banesë, por edhe një botë të rëndrash, një baba vetëm 35 vjeç dhe 2 fëmijë e tij të mitur 9 dhe 12 vjeç, u shuan mes flakëve dhe tymit, pa mundur të shpëtojnë, pa mundur të përqafojnë për herë të fundit njëri tjetrin. Një baba që jetonte për fëmijët e tij dhe 2 voglush që kishin ende gjithë jetën përpara, ëndrat e tyre mbetën të papërfunduara, lodrat e tyre të heshtura, dhoma e tyre bosh, ndërsa dhimbja që lën pas është e pafundme. Një shtëpi që duhet ishte streha më e sigurt u kthye në një kurth pa dalje dhe sot pas kësaj tragjedie mbeten vetëm pyetjet që rëndojnë shpirtin. Ditën e sotme në studio do të japi dëshminë e saj tezja e 2 fëmijëve të mitur, e cila shprehet për redaksin se nëna e fëmijëve kishte kohë që nuk jetonte në banesë me fëmijët. Ndiqni rrëfimin. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, përpara se të shkojmë në Kosovë, aty ku ndodhet edhe zonja Ganimete Gega, me mua në studio Elvis Duka, avokati ynë. Përshëndetje Elvis, mirë se erdhe. Në krahun tënd Fabiola Elezaj, sociopsikologja jon, përshëndetje, mirë se erdhe. Unë e thash në krye të erës Fabiol që një pyetje e bërë gjatë komentit tënd profesional, që ku ishte nëna e këtyre fëmijëve dhe ne të mësonim diçka më tepër, dhe zoti Berisha, i cili ishte në lidhje të drejt për drejt për të folur jo vetëm për tragjedinë, për të hedhur në fakt edhe ato dyshimet e para në lidhje me flakën, me tymin, çfarë kishte ndodhur, pse ky 35 vjeçar jetonte me 4 fëmijët në një banesë sociale. Kemi zbuluar shumë detaje të tjera nëpërmjet komentit tënd profesional dhe për këtë të falenderoj, por do falenderoj dhe zonjën Ganimete Gega, e cila ka reaguar menjëherë dhe është tezja e 4 të miturve, 2 prej të cilëve fatkeqësisht kanë ndruar jetë dhe 2 të tjerë kanë mbijetuar. Lidhemi drejt për së drejti me Kosovën. Përshëndetje zonja Ganimeta. Përshëndetje.
Në radhë parë të japë ngushëllimet e drejtë për drejta për humbjen e 2 nipërve të tu. Faleminderit. Tragedia është e madhe e dashur, por të falenderoj që për teja asaj dhimbjeje, sepse ne në Shqipëri, por besoj edhe ju në Kosovë, themi që tezja është e barabartë me nënën, është nënë e dytë, apo jo? Besoj që po edhe për mu janë konë njëjtë së kur të mija me, e me që nësë të mi s'kam, po janë konë së kur të mija me të katërit. Dhe në fakt, për te i kësaj dhimbje që ju ndjeni, keni gjetur mundësin, jo vetëm të na ndiqni, por dhe të reagoni nga emisioni fundit, ku ka qenë i ftuar zoti Berisha, që është edhe kryeplaku i fshatit, por njëkohësisht edhe antar i familjes, ku ishte edhe ish kunati juaj. A mund ta quaj kështu viktimën, ish kunati? Zotin Ilir. Mëni me thonë, me qenë së personalisht, ato që ka fulla ditë nuk e një, as personalisht vetëm a ditë që e kumë po, e kumë dëgju dhe me thonë emisionin. Ju si e mësuat lajmin e kësaj tragedie? Unë e kumë mësu lajmin e kësaj tragedie mes telefonit, më ka thirë një banore atyhet, një banore në banes ku janë këtë të jetu në djerit, po mas por i shprej ngushëllime familjes tem, edhe familjes Berisha. Se për të 2 familje të ka humbje madhe. Pa dyshim. Me njëherë ku një fqinje ju ka lajmëruar dhe ju ka thënë se çfarë po ndodhte në familjen e të Ndjerit, e Ilirit, kush ishte veprimi i parë që ju bët? Më ka telefonu, më ka thonë për mu të në fjallë ofenduse, me gjitha toja o ndërgjegjën e saj, edhe këmë thirën e me njëherë në mbëllant, në Malisheve dhe nuk më kanë thonë që janë vdek, po më kanë thonë janë në gjendje trampi nisën për Prishtinë. Ato me bashkëshortin një nanis drejt, po me qenë se ka situata pak ndryshe, nuk e nga guxoft të fort më ekspozu se ishtë tragedie madhe, shumë e ndjeshme, ishtë shumë e madhe. E kena kuptu që baba me 2 fëmijë janë vdek, po qika dhe djali janë gjallë. Në fakt nuk kena mujtë me ronë komunike me qikën heqë, se qika i shkon me hollën e babës të vetë, edhe s'kena mujtë me ronë në kontakt në heqë. Megjithatë, zonja Ganimet, ju udhëtua drejt spitalit, aty ku gjendeshin trupat e pajet, situata juaj ka qenë pak e ndërlikuar, më thatë, apo jo? Po. Kur keni vajtur në spital, kë keni gjetur? Nuk kena full me asë njove që kena për cilë situatën, kena full me si mjek, kena po të transferue kufumat për Prishtinë, edhe kena heshtë, se ishtë situata ishtë shumë ndishme, ishtë tragedie madhe, nuk dishëm edhe ku na mi u drejtu, jena shku drejt e familja jem. Familja jem veç që kishim pas mësu lojmin, veç që kishim pas mësu lojmin tragjek që ka ndodhë, Po? edhe ma nuk e na dit as qysh me vepru, as qysh me komuniku me ta, se motra dhe ish bashkëshorti janë ndorë që 4 vite. Po, dhe i Ndjeri në fakt jetonte së bashku me 4 fëmijët në këtë banesë sociale si pas burimeve të redaksisë emisionit Me Zemër të Hapur, që prej vitit 2021. Boba i fëmijëve me 4 fëmijë ka jetu në banesë, kurse motra ka jetu të familja, ka jetu të onë, të familja të onë. Pra, a është e vërtet burimi që ne kemi që i Ndjeri së bashku me 4 fëmijët në këtë banesë sociale ka jetuar që prej vitit 2021? Po, e vërtet është, e vërtet është. Dhe në vitin 2022, po si pas burimeve tona, a i në fakt ka marrë edhe një ndihmë ekonomike përveç banesës. Po, është shumë e vërtet kjo. Atëherë, si ka ndodhur, të ndalojmë pak, si e mësoj motra jote këtë ngjarje? Kush e njoftoi motrën tënde? Motrën teme ka njoftu e djali vllaut, 14 vjeçor, u konë shumë i lidh me fëmijën e motrës, sidomos u konë i lidh me djalin e madh Ndjer tashmo, ja u konë shumë i lidh sepse janë konë një moshë diferencë, po janë konë shumë të lidh se kanë mësuar të njëjtën shkollë. Ai për trishtimit nuk ka ditë qysh me vepru edhe të njëjtën motrën, domethënë ka thirroj dot, ai di çka ka ndodhur. Qështu dhe motra në atë moment, domethënë ka hub. Nuk u konë gjendje, as qika nuk më jas me përshkru, me një fjollë nuk më me përshkru gjendje në sojna. E qartë.
Nëna e fëmijëve pra, ish bashortja e të ndjerit, Ilir Berishës, a shkojnë në spital, a komunikojnë me familjarët e familjes Berisha, çfarë ndodhi me dy fëmijët e mbijetuar, njërin në Çerdhe dhe tjetrin në Kopësht? Më falë në shkollë. Jo, motra nuk u shkuas në spital, se motra nuk u konë gjendje, unë thash nuk më përshkru me fjollë gjendjen e soj, me qenë se jo konë larkë fëmijëve, nuk më përshkru me gjendjen e soj, nuk ka qenë gjendje me shkuas në spital, nuk ka qenë gjendje e vetë një veç ka thonë aje kam në jo gjallë. Veç ja kam në jo për fëmijëve gjallë. Edhe na si familje këna di që qika modhe dhe djoli vogël i kanë pështu. Vajza e madhe sa vjeç është? Vajza e madhe 13 vjet, ende si ko 13. Po, dhe djali i vogël diku te 2-3 vjeç? Jo, djali i vogël ka 5 vjet. Pra ka qenë në Kopësht, jo në Çerdhe, sipas informacioneve që ne patëm pak ditë më parë. Atëherë, e dashur, në Çerdhe ka qenë, jo në Kopësht, për në Çerdhe. Në Çerdhe, mirë. Do doja të dija, pyetja e parë dhe gjendja e një nëne që ka mësuar tragjedin nga një 14 vjeçar është e kuptueshme, ka pyetur a kam një nga fëmijët gjallë, është e kuptueshme edhe mënyra se si ajo në fakt është qasur me gjithë të tragjedi, askush nga ne nuk mund të kontrolloj dot emocionet e forta dhe sidomos një nën për humbjen e fëmijëve. Do doja të ndaloja pak, ju thatë që kanë vite të ndarë, por si ka mundësi që babai jetonte me fëmijët dhe nëna jo, motra juaj? Janë ndorë këta, kanë qenë shumë herë në dorë, i ka 10 vite, kanë qenë në dorë, të bashkuar në dorë, janë ribashku, janë në dorë, janë ribashku, kanë pos shumë probleme familjore, kanë pos, se ta është shtranë të fëllsh për të ndjerin, për e vërteta nuk më huet, pa marë parasysh, kanë pos rast edhe unë familje, ku ish bashkëshorti soj ka ushtru dhunë familje. Pra, ka qenë një marrëdhënie ndërlikuar, i kanë dhënë disa herë shanse njëri tjetrit për të lidhur, për të bashkuar, nisur edhe nga mosha e fëmijës më të vogël, 10 vjeçari i fundit, pra një dekadë e fundit, ka qenë shumë problematike dhe një ndër arsyet ju thoni që është dhuna në familje, pavarësisht se i ndjeri ka ndruar jetë dhe duhet tregojmë pak të kujdesshëm. Po mirë, si ka edhe që ato të thashur në kërkojnë ndjesh, po e vërteta është e vërteta dhe nuk më hohet. Jo, pa diskutim. Kanë pos probleme familjore shumë, kanë pos ndorje, ribashkem, ndorje, ribashkem, ndorje, ribashkem. Ju mirë kuptoj. Pyetja e radhës është pse fëmijët jetonin me babain dhe jo me nënën? Pyetja është, dhe më thonë, nuk du me ka e rëndë për tashmë të ndjeren, ka pos dhunë familje dhe ndjeri ka qenë në bërgë. Po? Në minuë, do më thonë njoven që u liru pe i burgit, i ka taku thmin, po atë që u liru pe i burgit, onë personalisht me motrën i kena qunë social, i ka taku thmin, nuk mëj me thonë që këta kanë pos konflikt, ose kanë pos, ato nuk mëj, qka nuk më po me sy, nuk mëj me thonë, edhe motra që u shku të një ofër me nejtë. Edhe thmini kalon me nonën tem. Po? Në momentin që ka thirë i ndjeri vojzën në telefon, i ka thonë nona nuk o këtë. Nona nuk o këtë. Edhe kër e ka thirë që nona nuk o shtu, i ka kalzu që nona nuk o shtu, motra në fakt tani e ka shumë telefonin edhe ka po një farë se me thonë si shdukje, s'mëj me thonë si shdukje, po s'kena posë fakt asë një komunikem për i tutës, që më spëndodhë në i sen thmive ose familje, 2 familje. Pra, motra juaj ka kërcënuar në mënyrë të drejt për drejt të ndjerin, babajnë e fmive. Jo, nuk më kuptuve ndërume. Motra ka shku të një ofër me nejtë, thmini kalon që thmija gjatë qëndrimit në borgë, të ndjerit, thmija kanë qëndru të familja jemë. Për 4 muaj rresht. Bashkë me nonën e tyre. Nonën e tyre u shku të një ofër me nejtë, edhe në pak minut
një orë, ato s'me me thonë orë minuta, ka thirë në telefon indjeri, vojzën e modhe. Edhe i ka thonë momi nuk kon këtu. Tashti, për që kanë posë konflikt, nuk me thonë se nuk i kum një edhe nuk kam fakte, ato fakte nuk i kum po, edhe motra ka shumë telefonin, edhe i kalon fëmin të nona, ka shumë telefonin, s'këna posë asë një për familjarëve, kontakt me motrën. Tash minutën që u shumë telefoni, unë jam aja para që kum prit 1 orë, kum prit 2 orë, kum prit 3 orë, kum prit 5 orë, 6 orë, me i më që po muna me morë në linje, s'kena mujtë me morë në linje telefonit, ju në drejtu drejt stacionit policisë në Malishev. Edhe e kum lejmru rostin në Malishev. Edhe kër e kum lejmru rostin në Malishev, mut edhe nërmal që fëmija janë konë të nona jem. Edhe ju një më shkoj e kum lejmru rostin në social të Malishevës. Pra, ti vajte në polici e dashur Ganimete, sepse nuk po lidheshe dot me motrën tënde. Fakt është, e shumë e drejt është. Çfarë kishte ndodhur? Çfarë kishte ndodhur me motrën? Nuk mojke, dhe më thoi, është puti, nuk kam fakte, nuk mëj me folë, tash mëj ndjeri nuk është me ditë saksesë shka ka ndodhë, edhe nuk mëj me akuzu kër kam kër s'ki fakte. Atere, qëfar ju ka të reguar motra juaj? Pra, pasi ju shkuat në polici, besoj se policia është vënë në lëvizje të denoncimit që nuk po lidheshe dot me motrën, apo jo? Po, edhe mas 2 ditë e motra, do me thonë, me motrën kena morë kontakt, ka dhonë motra deklarat në polici, po para se me dhonë motra deklarat në polici, one kër ju shkum në stacion policis, normal stacioni policis më ka drejtu për të sociali. Tani, të ndalojmë pak këtu. Motra juaj ka lënë fëmijët bashkë me nënën dhe është larguar për tek një kushurire saj. Ju shkuat ke afërmja juaj, ku ishte motra në ato momente? Jo, nuk shkuam të afërmja, se ish puna shembol se ish nona me thmi, edhe ishin të mija djoli vogël, ka qenë shumë i vogël, edhe në qatë ku antarë të familjes e në konë shumë si qkep, të konë vetëm nona në shpe, me 2 fëmijë e vllavit. Ndërkohë, që ta kuptojmë, zonja Ganimete, Indjeri, a ishte në burg, apo kishte dal nga burgu? Veç pa dal për i burgit, veç pa dal Sa për i po burgit. kishte dal? Atëherë, që mos të merremi me detaje, do doja të dija, ato 2 ditë, ku kishte qëndruar motra jote? Sepse policia të drejtoi ty tek sociali, apo jo? Po. Çfarë kishte ndodhur me motrën tënde, pra? Motra jam i shkom në qytet të Kosovës, i shkom me një tafrëm tonë edhe një shoqe të nejt, i shkom shumë gjendje emocionale, si sa dëmë kujtohet, shumë tronë, njën frika për familjes tyne, njën për familjes tonë, njën frika e thmidhe. Ishte larguar? Se tani të lëshë 4 fëmijë, ku fëmija më i vogël ishte shumë i vogël, edhe të shkosh ke kushurira dhe nuk gjëndesh aty, dhe nuk e as telefon, dhe 2 ditë zhdukesh, tani kjo nuk është normale. Po që kjo e shembull e esenca e ndërume, që kjo e esenca që tani e kanë shpollë zhdukur. Që kjo e esenca që tani nuk e kanë, do me thonë, nuk e kanë sinon, ju ka më hu e drejta sinon. Qartë, ky ishte incidenti pra? Për shkak që ty në 2 detve, munges, me qenë se thmija janë konë të nona, thmija janë transferu të bobaj vet, thmija janë kosh nëshe mirë, do me thonë mes durve thmija janë transferu të bobaj vet, janë kosh nëshe mirë thmija, për shkak që ty në 2 detve, që nuk u morë, në fakt, gjatë 5 mujve në burg, nuk u morë kërkush me motrën teme dhe me thmi, përveç se familjes. Qartë. Pra, në qofë se Indjeri ishte... Gjendjen emocionale, gjendjen shpirtnore, që ka pos nëna 4 fëmijë dhe u morë sociali u morë, ja ka qitë një pok 150 euro në mujtë, edhe njëherë i ka vizitu në familje se qësh janë tek janë, edhe më nuk u morë kërkush për shtetit me to. Pra, Indjeri ishte dënuar për dhunë në familje, sa po del nga burgu, telefonon në vajzën e madhe ku ajo thot, mami nuk është këtu, nëna nuk është këtu, ndërkohë keni pritur 6 orë ose edhe më shumë se aq
dhe ti vetë si tezi atyre fëmijëve i e drejtuar policisë së Malishevës, ku policia ka bërë kërkimet e saj dhe pas 48 orësh të ka thënë drejtohu socialit, dhe aty ju keni zbuluar që motra juaj së bashku me një të njohur edhe me kushurirën ishte larguar në një qytet të Kosovës. Kjo bëri që babai, edhe pse i dënuar për dhunë në familje, të kërkonte kujdestarin atyre 4 fëmijëve. Do rikthehemi se kemi shumë pyetje për të bërë në lidhje me gjithë të situatë dhe si kanë ndijuar proceset gjyqësore, a kanë qenë të celebruar dhe a kishte nëna takime me 4 fëmijët dhe si ka sot me 2 të mbijetuarit. Të gjitha këto zonja Ganimet vetëm pas pak, me njëherë pas hapësirës së parë publicitare, mos u largo nga kjo lidhje drejt për drejt që kemi nga Kosova në Tiranë. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë të emisionit Me zemër të hapur, por flasim për ngjarjen e rëndë të Malishevës ku babai 35 vjeç humbi jetën së bashku me 2 fëmijët e tij në një banesë sociale, 9 dhe 12 vjeç, dhe fëmijët e tjerë të mbijetuar, sepse kjo familja Berisha, kishte 4 fëmijë, janë të mbijetuar, 13 dhe 5 vjeç që fatmirësisht nuk ndodheshin në banesë. Menjëherë sapo socio-psikologja jonë, Fabiola Elezaj, vetëm pak ditë më parë, në fakt ngriti një pikë pyetje shumë të madhe se ku ndodhej nëna e 4 fëmijëve, 2 prej të cilëve kanë humbur jetën dhe 2 kanë mbijetuar. Tezja zonja Ganimet Gega ka telefonuar redaksinë e emisionit Me zemër të hapur për dhënë sqarimet e saj. Në fakt ka qenë një pjesë e parë e mbushur e gjitha me informacione. Zonja Ganimet, më dëgjon? Po, e nderuar. Çifti Berisha, motra juaj dhe Indjeri, kanë qenë të martuar, të celebruar? Po, edhe pse Indjeri ende figurojnë të celebruar. Nuk janë drejtuar asnjëherë gjykatës për një divorc ligjor? Ju kanë drejtuar gjykatës. Po. Domethënë korosit social në 2 polt, edhe për kauna motrës edhe për kauna Ndjerit janë kanë rast social. Me qenë se divorci nuk e kanë bërë ende, se për 8 muaj me radhë motra hupi drejten, do më thonë ja më heke drejten ish bashkëshorti vetë mi po thmin me qëtë rast që ke si braktisje. Qartë, pra 8 muajt e fundit motra juaj, nëna e fëmijëve, nuk ka komunikuar, nuk i ka takuar më mirë. 8 muajt e në fillimit që i ka marrë thmin babaj vetë, 8 muaj motra nuk ka komuniku me thmin. Mas 8 muajve, ka njësë komunikimet e rregulla me fëmijë. Po? Ka pos komunikim me fëmijë, ka pos, do më thonë, taku me fëmijë. Po? Motra ka bo kërkesë për marrjen në kujdestarin e fëmijëve. Po, për kujdestarin e fëmijëve, se unë tani pa ta marrë motrën, pa ta marrë me motrën tem, e kom qumë motrën të qendra për mbrojtjen e grave dhe viktimave dhunës në familje në Prishtinë. Po? Ato ja pa të ndritu me një avukat, pa të mbo ato kërkesë, që me pos drejtën e fëmijëve kanë mojtë sa onës në komunën e Malishevës në gjykatë, për drejtën e fëmijëve ato vendosë që motra një vikend mi morë, motra një vikend mi posaj, mi pos komunikimin e rregullt. A ka ndodhur kjo gjë? Ka ndodhur, pra motra juaj ka komunikim të rregullt me fëmijët? I ka takuar një fundjavë njëri një tjetri? Ka pos komunikim të rregullt me ish bashkëshortin tani edhe me fëmin, derisa ish bashkëshorti pat njës bashkëtes me një grua tjetër? Po. Atëherë, edhe njëherë, kemi vendim të gjykatës së Kosovës për divorcin e çiftit Berisha? Qëto nuk mund të thamë, e di që u bo kërkesë për morrjen e fëmijëve nga ana nonës. Për divorc, qëto nuk e di, nuk më i me thonë. Pra, Indjeri kishte filluar një bashkëtesë me një grua tjetër pa u divorcuar? Po. Pa u divorcuar nga motra juaj. Mirë, duke qenë se 8 muaj kanë qenë 8 muaj reflektimi i motrës tënde për qëndruar larg fëmijëve, edhe pse me iniciativën e të Ndjerit. Përpara tragjedisë, motra juaj si kishte komunikime me fëmijët? Mirë i ka pos. Po? Mirë, nuk më i me thonë se një nonë
Vetëm nona din që sakrifikën për një fëmijë të vetin, miri ka po, se me qenë se këso i karosh, unë thash shumë ndorje, ndorje ribashkem, ndorje ribashkem, ndorje ribashkem. Më duhet komunikimi i motrës tënde përpara tragjedisë. Tragjedia ka ndodhur vetëm pak ditë më parë. Si ka qenë, kur i kishte takuar për herë të fundit, kur kishte folur për herë të fundit ajo me të 4 fëmijët? Për herë të fundit i ka po 6-7 ditë, nuk jam e sigurt, 6-7 ditë para se me ndodh tragjedia. Si ndjeshin fëmijët në kujdestarinë e babait dhe bashkëtesës së këtij të fundit me një tjetër grua? Jo, babaj i fëmijëve dikon në fund vitit 2005 ka pos ndorjen me ish partnerin e tina prap. Edhe kanë qëndru fëmija një kohë me gjogjin e tyne, se babaj tyne ka qëndru 2 muaj në Gjermani, do më thotë se ka qenë babaj tyre në Gjermani. Pra, Indjeri, të lutem, zonja Ganimet, që ta kuptojmë edhe pak më tepër. Pra, në 2005, përpara se të njihe me motrën tuaj, ai ka pasur një tjetër bashkëtesë, një tjetër grua, thoni ju. Jo, nderume, misi undo me motrën tem, pasi unda me motrën tënde, ai pati një tjetër bashkëtesë, pastaj pati rikthim përsëri me motrën tënde. Jo, me motrën tem më nuk u lidh veç puna fëmijëve që kanë pos komunikim puna fëmijëve, më me motrën tem nuk u lidh. Po me bashkëtuesen në 2005, jam e sigurt 2006 të njëm tash. Po, 2026 të njemi tani. Pra, në 2025-ën, jo 2005-ën. Po, më falë, po që të më falë, se dhe ne kam... Që të bënim edhe ne logaritona, pra ndaj kam dërhyrë herë pas here sot. Pra, në 2025-ën nisi bashkëtesën. Po, nuk e di se ka qëndruar, me të drejtë nuk e di se ka qëndruar me bashkëtuesen në vetë, e di që fëmija në konë mirë. Qartë, do doja të dija diçka tjetër. Pse fëmijët vazhdonin dhe jetonin me babain? Pse? Sepse sociali Malishevës ja ka më hutë drejten se s'ke bo të janë kesë. Ti s'ke bo kërkesë dhe ti kur nuk e orë me bo ankesë për drejten e fëmijëve. Me qenë se kjo ka pos, edhe ka pos ankesë dhe ka pos kërkesë për drejten e fëmijëve. Po këtu ka ndodhur një keq kuptim të gjykata Malishevës e të sociali Malishevës, edhe kësona ju ka më huë drejta. Qartë, ti the 6-7 ditë përpara se të ndodhte dhe tragjedia, rreth 2 javë më parë, motra juaj ka qenë me të 4 fëmijët. Po, ka qenë familjen tem, janë me familje tem të mje janë shumë. Me motrën kam pos komunikim të regull, ditëlindje, festa, nëse i ka ndodhë ndjerit diçka në familje, ka pos një rast në familje, fëmin me njëheri ka punë të familja jem, familja jem i ka në këshyri, ka këshyri motra, do më thonë kam pos normal, kam po një jetë normal. Deri këtë natë që ndodhë tragjedia, kam pos një jetë normal, pa konflikte, janë nërë thmija, veç janë mërë vesh, janë thmija të naj, a janë nërë thmija të familja. Zonja Ganimet, për ndaluar pak tek tragjedia, ju e treguat pak më herët se si e mësoi motra juaj në përmjet një minoreni 14 vjeç, atë çfarë kishte ndodhur në familjen e të ndjerit Ilirit, ku fëmijët 9 dhe 12 vjeç ndruan jetën së bashku me babain e tyre dhe fatmirësisht mbijetuan 13 vjeçarja dhe 5 vjeçari. Dua të ndaloj pak këtu. Në momentin që u mësua tragjedia dhe motra jote nuk pati mundësi ti afrohet ambienteve të spitalit ku ndodheshin trupat e pajet. A ka marrë pjesë motra juaj në varrimin e të ndjerit dhe fëmijëve? Po, u konë motra, ju më konën personalisht, u konë motra tjetër, u konë nona jonë, u konë burri jem, u konë djali vllavit tem, po aj që ka tregu motre se u ko shumë lidh me fëmijë. Dhe si ishte atmosfera në varrim nëpërmjet këtyre 2 familjeve të cilat, si të thuash, ishin divorcuar shumë kohë më parë, pra si u prit nëna e fëmijëve? Kur dhe ndjeri kishte ndruar jetë? Mirë u prit shumë për jonës të familjes, mirë u prit shumë atë ditë. Me qenë se ajo konë tragedi që nuk ka mujtë njeri emocionet e veta mi kontrolu. Mirë janë prit, shumë mirë janë prit. Vojza më dhe ka qëndru pra nonës të vetë. Babgjyshi vetë personalisht i ka thonë shkëte nona jote. Vojza ka qëndru të nona vetë. Po për shkak të shëndetit nonës, fëmijëve dhe nonës tem, nuk kena qëndru na dhe shumë vërrem.
E qartë, kuptohet që situata ka qenë shumë e rënduar, por të paktën të dyja familjet kanë respektuar mortin. Po, ato fatbërësisht prej Zotit, do më thonë, nuk u di që kanë pos diçka, do më thonë, nuk u di që kanë pos divërës, ose nuk u di që s'kan jetu bashk, gjatë vërimit u shku shumë mirë, me qenë se mas vërimit, do më thonë, motra ka mojtë komunikim me fëmi, non-stop e kanë informu motrën për fëmi, familja tina që mirë janë, ka full me qi, ka full me djollë motra, nuk ka pos diçka, qysh me thonë, asë një dyshim të vogli nuk ka pos që... Jo, dhe më vjen mirë që morti është respektuar të paktën. Po, shumë, për të dy familje. Është respektuar dhe dhimbja e motrës tënde, sepse ka humbur jo vetëm babajnë e fëmijëve, por dhe dy fëmijët e saj, dhe kjo është një tragjedi shumë e tmerrshme dhe aq më tepër që familja Berisha i paska lejuar që të dy fëmijët, paktën vajza e madhe 13 vjeç dhe djali 5 vjeç, të ishin pranë nënës së tyre dhe gjendja e motrës tënde është e kuptueshme që nuk mund të ishte ajo dhe nuk mund të imagjinohet dot se si e ka përballuar gjitha të dhimbje. Dua të di aktualisht si është marrëdhënia e motrës tënde me dy fëmijët e dashur Ganimet? Marrëdhënia e motrës me fëmijë është mirë, me qenë se nuk du të flasë, shumë mirë janë për momentin, nuk du të flasë. Ku po qëndrojnë fëmijët? Ku po qëndrojnë fëmijët aktualisht? Fëmija janë të mingjaj vetë aktualisht. Tek Xhaxhai? Po, kontaktin e kanë me nonë vetë non-stop. Po si do vijojë qëndrimi këtyre dy fëmijëve? Do vazhdojnë qëndrojnë tek Xhaxhai apo do jetë motra juaj? Ato nuk mund të flasë, nuk më takën me fol, nuk mund të flasë. Aja qika e ko 13 vjetë, vojza e ko 13 vjetë dhe nuk mund të flasë, nuk mund të do më thonë, nuk mund të flasë për këtë aspekt, absolut. Po ti ke folur me motrën tënde? A është dëshira e motrës tënde për të bashkuar me dy fëmijët e mbijetuar? Sinqerisht për thamë që nuk mëjt flasë për këtë aspekt. Nuk mëjt flasë. Pse ka që rezerva? Pse ka që rezerva? A ka dëshirë motra jote, ka shprehur dëshirën për t'i marë? Pastaj janë sociali edhe gjykata që do vendosin, por a ka shprehur dëshirën motra jote, apo gjendja e saj është e pa përballueshme të qëndroj pranë me fëmijët? Unë po të thamë që nuk mëjt flasë këtë aspekt, se aja është shumë ranë, psikikisht dhe nuk mëjt flasë, nuk mëjt që nese mas nesri me dollë fjolla jeme në në kondër të një në sport. E kuptoj, unë flasë për dëshirën e motrës, jo çfarë do ndodhi. Nise, e mirë kuptueshme. Nuk mëjt flasë, absolut, nuk mëjt flasë. E di që të janë mirë, janë të sigurta, komunikimin e kanë me nëndë vetë regull. Më vjen mirë, më vjen mirë. E kuptoj, më vjen mirë. Atëherë, a mund të më thoni si është gjendja e fëmijëve 13 dhe 5 vjeç, si e mësuan ato tragjedinë e babait dhe dy fëmijëve të tjerë 9 dhe 12 vjeç, motrës dhe vllajt? Djali, me qenë se është i vogël, nuk i ka kuptuar edhe ende adin nuk më të flasë për djalin e vogël, se është shumë i vogël. Kurse për qikën, për vojzën e madhe, është shumë ranë, e ka përjetu shumë ranë, për fatbërësisht, i kanë qëndruhe familja babës vetë ofër, i ka qëndru nëna vetë ofër mes telefonit, u mënu, e mirë ka nisë me te kalu, i sholla dhe zote me rjetën për por ashtu si që kanë që vetë. A jeni interesuar ju të ka autoritetet çfarë ka ndodhur atë ditë në atë banesë? Pse ka ndodhur zjarri? Jo, ndërrume, nuk për kauna e familjes, nuk e dion personalisht, jo, nuk e morë me pjesë. Ka mbetur mister për juve, sepse në emisionin e parë, familjari dhe kryeplaku i fshatit tregonte që njerëzit, dëshmitarët, flasin vetëm për tym, nuk flasin për flak. Atë së dini jo, atë kam informacion. Pra, informacioni që u dha në emisionin ton, aq informacion keni dhe juve? Aq informacion se... A keni pikpyetje, a keni dilema se pse vetëm tymi dhe çfarë mund të kenë ndodhur, pse kanë qenë në gjumë kur ora ka qenë 12:50 minuta? Me të drejtën, aja nuk është, do më thonë, nuk më takën të flasë, nuk e kam i din. E vetë mja, ishallah zbordhe se ma shpejt e vërteta, pa morë parasysh se qysh ka ndodhë,
Ato, veç i sholla zbardhat e vërteta... Kur thoni të zbardhat e vërteta, mendoni tek një gjë aksidentale, apo i qëllimshme? Nuk ma merr mendje se nuk u kon hasmëri me kërkan që me kon e qëllimshme. Pra dalim që ka qenë aksidentale, por çfarë ka shkaktuar atë tym dhe si rezultat? Nuk di se unë në atë banesë nuk jam kon kur. Me qenë se kum pos kontakt me ndjerin, kum pos kontakt me fëmijë, po në atë banesë nuk jam hi kur. Përderisa nuk kum pos sen me syn, asnjëherë në atë banesë nuk jam hi kur, edhe pse motra ka jetuar në çat banesë, po ka jetuar një vete gjys gotin që atë banesë ka jetu, unë nuk jam kon kur. Nuk më, një sen që ka nuk di dhe nuk më flas. Okej, e kuptua. Mirë. Dua me njëherë t'i jap fjalën Fabiola Elezajt, sociopsikologja jonë, e cila ngriti pyetjen e para në emisionin e kaluar, kur kishim një tjetër ekskluzive dhe po merrnim detaje të cilat nuk janë transmetuar asnjëherë në një media në Shqipëri, ku kryeplaku i fshatit, por edhe i afërmi i familjes Berisha, Zoti Bashkim deklaroi disa detaje të cilat na bën përshtypje, por që pyetja e fushës tuaj është normale, që ku ndodhej nëna dhe sot morëm disa pikë pyetje. Unë jam e qartë me gjithë situatën e zonjës Ganimete Gega, e tezës së fëmijëve, në emër të motrës së saj ai deklaroi gjithçka, paranduar edhe familjen Berisha. Morti është respektuar, nëna ka marrë pjesë, por gjendja e saj emocionale ndoshta edhe e më përparshme dhe për shkak të dhunës që askush nuk është marrë me këtë nën, ka bërë që ajo t'i humbasi për 8 muaj fëmijët, por që fëmijët për këtë arsye jetonin me babain, i cili ka qenë i ndjeri dhe i dënuar për dhunë familje. Ke pyetje për zonjën Ganimete? Mund t'ja drejtojmë dhe më pas shkojmë direkt në analizë. Patjetër. Një ndër pyetjet të cilat do doja që ta dija përgjigjen është pikërisht tek pjesa e dhunës në familje. Kapim pak pjesën e dhunës për të zbuluar lidhjen e çiftit. Zakonisht ne e dim që zonat malore lidhjet i bëjnë me shkuesi. Dhe në momentin kur kemi një shkues në mes, kur kemi dhunë në familje, debate të tilla të rënda që pas ka ndodhur të përsëritura, a kemi patur ulje të dyja palëve për të dakordsuar një ndërmjetësim, një qetësim të situatës, apo gjithmonë çifti i ka zgjedhur mes njëri tjetrit këto situata konfliktuale në banesë. Pra, martesa ka qenë me shkuesi, me dashuri, njohje nëpërmjet rrjeteve sociale? Martesa ka qenë me dashuri, motra u konë shkull kur njoftu me tash ndjerin, u bo me marrëveshjet familjes martesa si bo zakonit, kanë pos konflikte, kanë qenë edhe familjarët e tyna, edhe familjarët e tuën për pajtimin e tyne, ka pos njerëz edhe më të lartë që të shembull që janë njoftë nga dy familjet, që kanë ndërhyr për i bashkimin e tyne, nuk do të kemi më probleme, do të vazhdojmë jetën. Qartë, do me thënë, një dekad, 10 vite shkuar edhe ardhur edhe dhënje mundësive, por kur bëhet fjalë për dhunë familje, mundësit në fakt Kam edhe një pyetje tjetër. E ndan opinionin dhe specialistin në duhet dhënë shansi i dytë, i tretë apo gjithçka tjetër. Po, vetëm pak shkurt pyetje, përgjigjet e pyetjeve të Fabiolës. Po. Një detaj tjetër, në momentin kur kemi një çift që pavarësisht konflikteve ka vendosur që të ketë një ndarje të përkohshme midis njëri tjetrit dhe pas disa muash, disa sfidash, vëm re, sikur se tha dhe Tezja, kishin një marrëdhënie të mirë, nëna shumë të mirë me fëmijët, shkonin në festa etj. Pra, mos ndoshta kemi të bëjmë për një lënje hapësire më tepër midis çiftit, mos ndoshta vetë lidhja e tyre ka qenë shumë toksike, shumë e lidhur, mund kemi të bëjmë me një mentalitet të frenuar nga ana e partnerit apo dhe e partneres. Mund kemi bëjmë me një xhelozi të shtuar që i kanë nxitur këto konfliktet, sepse dhuna nuk nis pa shkak. Gjithmonë dhuna e ka një shkak, përpos pjesës ku ne kemi të diagnostikuar një problem të shëndetit mendor. Por kemi të bëjmë me dy persona që duket që kanë qenë edhe janë në nivel shëndetësor goxha optimal. Pra, në çastin ku ne kemi një ndarje të çiftit, të lënë në dakordësi midis tyre, pas shumë situatave, jemi rikthyer. Dhe ky rikthim, a kemi patur një moment reflektimi për ribashkim, apo në asnjë çast nuk është menduar kjo gjëja? Atëherë, sipas dijenisë tënde, zonja Ganimet, pyet ekspertja, në momentet e rikthimit të motrës tënde tek i ndjeri, a ka pasur reflektim të ndjerit ndaj motrës tënde për dhunën familje? Ka pas reflektim një kohë të shkurtër, shumë një kohë të shkurtër, po këtu me qenë se u kam pjesa, si që tha psikologja, u kam xhelozia mes dëve. Kam pas xhelozi mes dëve. Qartë.
Shkak i fajit, dhunës u kon xhelozia, kanë pas xhelozi të njëri tjetri shumë. Shiko, ekspertja foli për shkakun e dhunës, por dhuna nuk ka asnjë lloj tolerimi dhe asnjë lloj justifikimi pavarësisht shkakut për të cilat ndodhet. Atëherë, unë kam një pyetje të fundit përpara se dal në hapësirën publicitare, të lutem më përgjigj shkurt. Sa vjeç ka pas motra jote kur është njohur me të ndjerin? Çifti, sa vjeç kanë qenë? Motra ka qenë në vitin e dytë shkollës mesme. 16-17 vjeçë dhe i ndjeri? I ndjeri u konë, do me thonë nuk u konë shkollë, nuk me thonë saksesht, se kanë pos diferencë, të kënë 6 vjetë, 5-6, ma shumë zbese që kanë pos diferencë. Atëre, qartë, e kuptuam, se këtu nisë edhe komenti që ne do të rikthejmë me njëherë të analizës që do bëjë ekspertja dhe më pas fjalën do ta marrë avokatin. Ndjekim hapësirën e dytë, të lutem mos u largo zonja Ganimet dhe rikthehemi me njëherë në studio. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt në pjesën e tretë dhe të fundit, me njëherë pas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, lidhe me Kosovën, aty ku është tezja 4 fëmijëve, 2 prej të cilëve vetëm pak ditë më parë, 9 dhe 12 vjeç, së bashku me babain 35 vjeçar, kanë ndruar jetë, por që fatmirësisht kanë mbijetuar vajza 13 dhe djali vetëm 5 vjeç. Zonja Ganimet, të bëra disa pyetje për të kuptuar që motra juaj ka qenë në vitin e dytë të shkollës së mesme, ndërkohë që i ndjeri ka qenë 5-6 vite më i madh se sa ajo. Këtu do filloj edhe analiza e sociopsikologes tonë, por kam një pyetje për ju. Si ka mundësi që i ndjeri rrinte në një banesë sociale së bashku me 4 fëmijët? Dhe kur janë njoftu me motrën e nderume, kanë qenë për të njëjtin status të familjes, edhe kur janë martu me motrën. Pra këtë status familjar kanë pasur të pas 3 dhe gjithmonë kanë qenë në banesa sociale? Po. Okej, në 2021 kanë përfituar këtë banesë ku ndodhi dhe tragjedia dhe në 2022, sipas informacioneve që ne kemi, ndoshta komuna aty i ka vënë në dispozicion edhe një pension në lidhje me 4 fëmijë dhe kujdestarin që babai, me sa duket, e kishte për faktet që zonja i ka shpjeguar më herët. Dua të dalim direkt në analizë, se kjo është pjesa e fundit dhe më duhet ta ndaj kohën e barabartë midis teje dhe avokatit. Sipas asaj që ne mësuam sot, kemi detaj. S'besoj se të kesh pyetje të tjera, janë ezauruar të gjitha. Atëherë, analiza jote. Atëherë, lidhur me aspektin sociopsikologjik të prekura nga gjithë ngjarja e dhimbshme, normalisht kemi disa pika të prekura ku mund të përfshijmë traumën kolektive, ku jo vetëm thjesht familja është prekur, por normalisht janë prekur të gjithë ata që e ndjekin si lajm dhe fillojnë të vendosin ndoshta dhe shpresoj shumë të jetë një hapësirë sensibilizimi për gjithë familjet për të ruajtur më tepër sigurinë në familje, lidhur me shkaqjet e zjarrit. Kemi ndikimin që japin tek familjet që dëgjojnë këtë ngjarje dhe tek fëmijët që dëgjojnë këtë ngjarje, sepse normalisht është e dhimbshme të dëgjosh që bashkëmoshatarët nuk janë më në këtë jetë, por përveç kësaj duhet të luajmë një rol kyç të prindërve me ndërgjegjësimin e lidhjes midis të dy prindërve, përpos pjesës që neve tashmë 2 fëmijë nuk i kemi më në jetë. Por 2 fëmijët që janë në jetë kanë patjetër nevojë për praninë e nënës, pavarësisht se si gjendja emocionale e nënës është, sepse tashmë janë të gjithë specialistë që mund t'i ofrojnë mbështetje, suport psikologjik dhe sociologjik nënës së 2 fëmijëve të tjerë. Me sa kuptova nga zonja Ganimet, i ka të pashëruara traumat e dhunës në familje. Askush nuk u morë me dënimin e të ndjerit tha, dhe askush nuk u morë me motrën time dhe atë çfarë kishte përjetuar ajo. Po, do shumë e drejtë, sepse ndalim pak tek pjesa e post-traumës dhe lidhja që ka ndodhur që në fillimet e njohjes së çiftit. Kishim një moshë 16 vjeçare, një adoleshencë të pakaluar, një papjekuri emocionale dhe psikologjike për të bërë nën, për të bërë grua. Dhe normalisht të gjitha këto, në çastin kur ti ndeshesh me një partner që shpreson dhe ideon që është i duhuri dhe do jetë ideali, dhe dalim në konflikte, patjetër traumat vinë njëra pas tjetrës dhe nuk mund të kalojmë një herë. Megjithatë, mosha në cilën janë njohur do ndaloj tek motra e zonjës Ganimete, 16-17 vjeçë, është një eksplorim i dashurive të para i vetes, por jo domosdoshmërisht, ajo dashuri apo i eksplorim seksualitetit të saj të përfundonte në krijimin e një familje dhe aq më tepër të bëjë nën e 4 fëmijëve. Pikërisht, dhe kjo kuptohet nga momenti kur nëna është larguar me kushërire dhe me të njohurin nga banesa dhe ka lënë dhe fëmijët. Duke menduar që bashorti ishte i dënuar. Po.
Pra, ndërgjegja e nënës nuk e lë kurrë një fëmijë apo disa fëmijë ti lë vetëm, edhe pse e di që janë të sigurt me gjyshrit, me xhaxhain, nuk ka rëndësi. Ndërgjegja nuk e bën. Pra kemi të bëjmë me papjekuri emocionale. Më së shumti se sa thjesht me trauma. Dhe ndoshta kjo papjekuri emocionale dhe ndoshta të mbivendosura edhe me traumat e dhunës që ajo ka pësuar, sigurisht bën që në tezja të jetë rezervuar zonja Ganimet sot për të thënë se si do jetë fati i dy fëmijëve të mbijetuar. Dhe është shumë e drejtë shqetësimi i tezës, sepse ne sot mund të marrim dhe shkasin që të kërkojmë mbështetje për nënën, ndonë se nuk e ka pasur deri më sot, mund të marrim një mbështetje intensive psikologjike, sepse ajo nën e ka të domosdoshme të jetë për krah fëmijëve dhe fëmijët e kanë të domosdoshme të jenë për krah nënës. Shiko, interesi më i lartë i çdo emisioni kur bëhet fjalë për familje janë interesat e fëmijëve. Fillimisht unë dua të komentoj me ty se si përjetohet trauma e një tragjedie kaq të madhe sa siç është përjetuar edhe në Shqipëri tragjedia e Malishevës dhe më pas do dalë edhe në të tjera komente së bashku me ty analizë. Traumat e fëmijët nuk lë shenja të dukshme në shoqëri. Filloj me njëherë me shmangje, filloj me heshtje, filloj me rënje në mësime sepse jemi në moshën shkollore, hasim me fëmijë që ndonjëherë në çastin kur shikojnë të tjerë duke u ngrindur, siç mund të jetë në rastet aktuale të fëmijëve, reagojnë me njëherë me agresivitet. Por me agresivitet të pashprehur kurrë. Pra janë fëmijë të cilët ndrydhen në vetvete. Ndryshe mund të jetë fëmia i vogël, sikur se tha dhe tezja nuk e kupton shumë gjendjen emocionale, por ama duhet të kuptojmë që një fëmijë nuk është pranë nënës dhe mos prezenca e nënës për më tepër e babait tani, patjetër që do të lëri shenja edhe tek fëmia i vogël. Pra, fëmia e rritur, vajza 13 vjeçe, e ka gjatë kapur pjesën e traumës dhe patjetër do ta reflektojë në shoqëri. Domosdoshmërisht do ta reflektojë në shoqëri nëse nuk fillon të trajtohet që sot. Por gjithashtu duhet kemi shumë kujdes fëmijën e vogël. Të gjitha këto mbesin pasoja për një jetë në të ardhmen. Do të kemi një femër, një vajzë e cila do bëhet nën nesër. Dhe këto do të lënë shenja dhe jetesa të kaluara tek vetë individit apo dhe tek fëmijët e saj. Pra duhet i trajtojmë sot në mënyrë që nesër të kemi familje të reja, të shëndetshme emocionalisht. Sepse ato domosdoshmërisht do të fillojnë të kenë ndjenjën e frikës, ndoshta fëmia do të më ikë, por mund të kemi edhe ndjenjën e pabërgjesmërisë. Mua më kalon nëna, ta lodh unë fëmijën tim. Pra si duhet vepruar me këto fëmijë që nesër pas nesër të mos prodhojmë modele të tilla, të riprodhojmë modele të tilla. Çfarë mund përjetojnë ata dy fëmijë? A kanë ata pikpyetje me veten e tyre duke thënë që gjithë fëmijët nënat i kanë në shtëpinë, pse ne si kemi? Një pikpyetje më e madhe që ndodh gjithmonë. Pse ne jetojmë në dy banesa të ndara me nënën? Pikpyetja më e madhe është se ja vën fajin vetes. Gjithmonë fëmia i gjen fajin te vetja. Nëna nuk më do mua sepse unë bëj veprimin e keq. Dhe gjithmonë, po ta vini re, kemi në shoqëri ato fëmijë të cilët janë shembull në shoqëri. Janë shumë të mirë edukuar, sepse duan të marrin vëmendjen e prindërve të cilët nuk e kanë, sepse fajsojnë veten. Por në fakt, Fabiola, arrin të kuptojnë ato që pas tragjedisë, pse porim tek xhaxhai, nën mami ishte, iku përsëri, më merr në telefon, por unë, a do bashkohem një ditë, i kanë këto dilema një ditë me mamin? Patjetër, sidomos vajza që është 13 vjeç në moshën e Pikërisht, aty po. Patjetër që i ka pikpyetjet. Ndonse se nuk i shpreh, ose sepse edhe mund mos jetë lënë hapësira për të shprehur. Prandaj e shpreh imediate ndërhyrjen psikologjike të fëmijës. Është e menjëhershme, sepse këta fëmijë do t'i brendësojnë, nëse sot i ka vënë fajin vetes, nesër do ta hedh në zbatim si veprim. Duke e bërë veprimin e saj, të zbatueshëm në familjen që do të ketë në të ardhmen, në shoqërinë ku jeton, mund të kemi një vajzë të bullizuar, mund të kemi një vajzë e cila bie pre e rrjeteve të ndryshme kriminale, por mund të kemi një fëmijë tjetër i cili mund të jetë bullizues ndaj të tjerëve, sepse ka parë dhunë. Dhe kur flasim për dhunën në familje, ne nuk dim asnjë informacion nëse kjo dhuna ka qenë apo jo në prezencë të fëmijëve. Po mungesa e babait, e motrës dhe vllait ndjer tashmë. Domosdoshmërisht është traumë tjetër. Kjo është traumë vete, sepse kemi kaq shumë trauma, si mund ta përballojmë fëmijë kaq të vegjël, 13 dhe 5 vjeç? E përmendi që tezja që në momentin e mortit kanë qenë të gjithë bashkë. Është momenti ideal që pavarësisht dhe pa konflikte, dhe pa inate, pa dhe këtu është për të falendëruar familjen Berisha. Pikërisht, dhe vërtet, i falenderoj dhe unë personalisht, sepse kanë ndihmuar jashtë mase shumë edhe fëmijët nëse kanë qenë prezent, por do të ishte akoma më mirë nëse këta fëmijë do të arrinin, edhe pse në momente zije, do t'i shikonin të paktën për disa ditë, familjarët, motrat, tezet, vëllezërit, gjithçka tjetër të prindërve, të ishin bashkë. Dhe ky do të ishte imazhi që për të gjithçka po kalohet. A ke këshilla se si duhet veprojnë nëna këtyre 4 fëmijëve, por edhe familjarët e babait të ndjer dhe familjarët e nënës?
Patëm të japim disa këshilla nga ky emision. Një ndër këshillat kryesore është komunikimi me fëmijët. Ndonse nëna mund të mos jetë fizike me fëmijët, duhet të ketë patjetër një komunikim me fëmijët. Komunikimi nuk mund të ndodhi thjesht rastësor apo i planifikuar, por mund të ndodhi edhe me ndihmën e një ndërmjetësi që mund të jetë psikologu në këtë rast. Por psikologu duhet të jetë psikolog edukimi dhe zhvillimi ose psikolog klinik. Sepse kemi të bëjmë me post-trauma dhe kemi të bëjmë dhe me zhvillimin e fëmijës. Pra, të dy fushat e psikologjisë janë ata të cilët do të ndërhyjnë dukshëm tek fëmijët për t'i ndihmuar. Qartë. Përpos kësaj, duhet të kemi ndërmjet këtyre edhe një avokat, i cili, sikurse është zotëria, i cili patjetër mund ta ndihmojë me anën ligjore, se si ne mund të jemi më pranë fëmijëve në anën ligjore për t'i pasur prezent fëmijët. Ndoshta jo 24 orë, për një pjesë të ditës, që këta fëmijë të kenë prezencën dhe impaktin me nënën, është tjetër gjë të flasësh me nënën në telefon duke i thënë të dua shumë, dhe është tjetër gjë ta shikosh nënën kur të thotë të dua shumë. Unë shpresoj që zonja Ganimet i kënë të marrë të gjitha këshillat e tua dhe jo vetëm zonja Ganimet, sepse për te historisë individuale që ne trajtojmë çdo ditë këtu prej 26 vitesh në ekranin e televizionit News 24 në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, japim një mesazh edhe për gjithë ata që nuk kanë guxime të vinë në këtë studio, por që përjetojnë të njëjtën situatë si edhe motra e Ganimetës apo edhe familjes Berisha. Faleminderit Fabiol se më duhet kaloj tek Visi. Visi, po për sa i përket aspektit ligjor, zonja tha unë nuk di të ketë pasur hasmëri që mund të jetë e qëllimshme zjarri, por njëkohësisht do shikojmë se si do vijojnë hetimet. Nga ato informacione që ne kemi dhënë, fillimisht me këtë aspekt tragjedisë dhe më pas do dalim edhe tek kujdestaria atyre dy fëmijëve. Tani, situata është akoma në fazën fillestare, të cilën nuk kemi një informacion, dhe me thënë kemi një hetim të gjithanshëm lidhe me faktorët apo kushtet që mund kemi një shkak shkaqe natyrale të pasojës apo tjetë një shkak aksidental. Absolutisht që situata apo dinamika familjare që kam pas qifti mes tyre, por edhe familjarët me njëri tjetrin, normalisht kanë ndikuar edhe në kushtet e jetesës, edhe në atë si duhet menaxhohej siguria mbanesë. Por, nga ana tjetër nuk duhet përdorur dhe si justifikim për ta zhvendosur përgjegjësinë nga faktorët real që janë në lidhje me sigurinë teknike dhe sigurinë e banesës sociale. Se kemi të bëjmë cilën nga një banesë e cila është dhënë nga shteti. Domethënë, kjo është ajo që e bën akoma edhe më të rëndë për sigurinë që ka kjo banesë, domethënë e dhënë nga organet shtetërore, që duhet ketë në lidhje me sigurinë teknike të banesës. Jo më larg se para një jave kishim një tjetër rast që ndodhi në Tiranë, që kishim të bëjmë me djegje të një banese. Në lidhje me këtë duhet ndalim në dy hapësira, pasi në këtë moment përgjegjësia lind nëse një person ka një detyrim ligjor dhe për të garantuar sigurinë dhe në këtë rast nuk e ka bërë. Por duhet të saktësuar nëse kemi të bëjmë nga një pasojë e cila ka ardhur nga pasoja natyrore apo kemi të bëjmë një pasojë e cila ka ardhur nga veprime aksidentale që mund të jenë të personave që kanë jetuar në banesë. Në misionin e kaluar, ne detajet që na dha zoti Bashkim Berisha ishin në fakt shumë tronditse. Ora 12:50. Si ka mundësi që babai dhe dy fëmijët ishin në gjumë? E dyta, sipas informacioneve të zotit Bashkim Berisha, aty është barë vetëm tym. Dhe nuk ka pasur mundësi as mbrojtje. Dhe nga ajo banesë është e shkëmbuar, domethënë ka tym vetëm një dhomë. Tani, ne nuk dim, a kanë qenë në të njëjtën dhomë babai me dy fëmijët, çfarë ka ndodhur se nuk është parë flak. Sipas zotit Bashkim Berisha, vetëm këtu dua të ndaloj, të analizojmë atë çfarë është thënë, ndoshta nuk janë eksaktësisht ashtu siç mund të ketë ndodhur. Por nuk i ka lejuar as vllajit të ndjerit, xhaxhait të fëmijëve, të shkojë dhe të japë ndihmën e parë. Tani, pikërisht për këtë arsye, mendoj se jemi akoma në fazën fillestare të prokuroria dhe organet ligjbatuese në shtetin e Kosovës duhet bëjë një hetim gjithë përfshirës në lidhje me situatën apo shkakun e zjarrit i cili ka ardhur edhe pasoja në këtë vend. Në këto kushte ne mund kemi edhe një panoramë më të gjerë në lidhje me shkakun i cili ka ardhur edhe pasojën që ka ndodhur domethënë në humbjen e 3 jetëve. Po që është shumë e rëndë që dikush mund të jetë edhe nga neglizhenca, mund të jetë edhe nga shkaktim nga vdekja
vdekje nga përkujdesia. Mund të kemi edhe një defekt teknik të kushteve teknike të cilët kemi të bëjmë me një banesë e cilë është dhënë nga shërbimet sociale dhe nuk ka siguri për të jetuar. Megjithatë duhet këtë përgjegjësi institucionale, në qoftë se mund të jetë lënë në prizë një pajisje elektrike, dhe ajo ka shkaktuar më pas atë tragjedi, besoj se duhet të ketë. Përgjegjësia penale lind konkretisht më pas lind gjitha me radhë nëse kemi një përgjegjësi civile. Duhet dali shkaku fillimisht edhe më pas përgjegjësi. Fillimisht duhet kemi shkakun, dhe me thënë përgjegjësia penale, dhe pastaj duhet kemi ardhjen e pasojës kriminale. Në këtë moment jemi akoma në fazën që duhet kemi një panoramë gjithë përfshirëse. Më pas, normalisht, si familjarët dhe trashëgimtarët ligjor të viktimave kanë drejtë që të i drejtohen në gjykat me një padi ku të kërkojnë edhe në fazën e hetimit, normalisht ato kanë të drejtën si pas ndryshimeve që janë në Republikën e Shqipërisë, por edhe në legjislacionin e Kosovës, kodi penal edhe kodi procedurës penale në Republikën e Kosovës, për e shikon se gjithë edhe viktimat apo përfaqësuesit ligjor apo trashëgimtarët e viktimave kanë drejtë të kërkojnë më pas dëmin moral ose eksistencë. E kuptoj, dhe me kujdestarinë e 2 fëmijëve të mbijetuar 13 dhe 5 vjeç? 13 vjeçarja pyetet në gjykat, këtë nuk e diskutojmë, ne? Absolutisht, atje, akoma nuk kemi një panoramë të qartë se si ka ndodhur, dhe me thënë e gjithë... Pra, në qarë situate ligjore kanë qenë në momentin e tragjedisë. Pasi kemi një pohime cila është nga afërmja, dhe me thënë motra, tezja e fëmijëve, cilat nuk e ka të qartë nëse ka një vendim të formës së prerë, kujdestari babai, po. Pikërisht, nëse kemi patur një vendim të formës së prerë, në cilën gjykata ka vendosur për kujdestarin, të njëjt apo të tjetri prind, apo normalisht mund kemi edhe një përgjegjësi nëse gjykata ka vendosur lënien për rritje dhe për edukim. Pyetja ime është që unë nuk e di se përderisa fëmijët po jetojnë me xhaxhain e tyre, me familjen Berisha, ndoshta i dele drejta dhe nënës, por nuk e di situatën e saj emocionale për ta kërkuar këtë ligjërisht. Unë dua që a rrezikojnë këta 2 fëmijët Elvis të përfundojnë në institucion shtetëror? Atë, gjëja e fundit... Se do jetë shumë e rëndë për ta. Interesi me i lajt i fëmijës është gjithmonë pjesa kulminante në çdo proces gjyqësor në procesit familjar. Kemi të bëjmë me interesi më të lartë i fëmijës. Nëse këto fëmijë janë më mirë që të rriten për rritje për edukim pranë nënës së tyre, e cilat kemi të bëjmë që të rriten disa fëmijë që janë, domethënë duhet kenë prezente figurën e nënës, apo duhet të jenë në kushtet e shërbimeve sociale apo organeve të cilat duhet për kujdesen për to. E unë mendoj që më mirë është që këto fëmijë të kenë prezencën e nënës në rritje dhe edukimin e tyre derisa të arrijnë atë moshë madhore. Gjithsesi, ne akoma nuk e kemi të qartë nëse ka patur një vendim formës prerë, apo ka patur një vendim, apo ka ndjekur një proces për zgjidhjen e martesës, apo dhe nëse gjykata ka disponuar në vendim për kujdestarinë e fëmijëve. Në këto kushte duhet parë dhe hetuar që të kemi edhe një panoramë të gjerë në lidhje me kushtet në cilat ndodhemi. Po, megjithatë unë dua të lidhem me zonjën Ganimet. Zonja Ganimet, më dëgjon? Po, e nderuar. Ke pyetje për panelistët tanë, qoftë për sociopsikologën, qoftë edhe për avokatin? Sepse ishit ju e pa qartë, në fakt, a kemi një vendim të formës së prerë të divorcit të motrës me të ndjerin, kujt ja ka lënë gjykata kujdestarinë e fëmijëve, që ne t'i japim edhe këshillat e duhura? Këto nuk e kanë pas. Nuk e kanë pasur një vendim të formës së prerë? Po. Jo, nuk e kanë pas. Megjithatë, ju thoni që motra ende nuk ka folur për 2 fëmijët e mbijetuar. Ajo nuk është shprehur në do të jetoj me to apo jo? E di që janë konë social, po me qenë se s'kum po me sysen dhe nuk më i të flas, nuk më përkër të flas, se është puna tani, nuk po du me një sen që nuk e di, nuk du të flas. Jo, a rrezikojnë fëmijët të merren nga shteti, nga institucionet, apo do jetë familja Berisha që do kujdeset për to, ose motra juaj? Jo, me e mira është, që me thonë iniciativa jem, u kom që ku morë, ku më rrezikun nga 2 familje, është që ma e mira për thëmi, tjetë ma e mira për thëmi, se qika koni më është ndishme shumë. Pa mërë parasysh ku dhe vesh në institucione që më shkojnë atë gjogjat e momi, ato vendosë momi tyne dhe gjogjë tyne. Si iniciative ku morë që tjetë ma e mira për thëmi, që ta thëmi të rritën të edukohen.
edhe që unë ka brengos fakti që të njës për institucione në Malishev, do më thonë e kanë shpoll motrën zhdukur, kër motra nuk ka qenë zhdukur fare, përveç se që aty në 3 detve, do më thonë 2021-ën, ka pos onca gjysore 2023-ën, ka pos 2025-ën, do më thonë poret e fëmijëve që janë si social, janë dollë nëme, si shtesa që i morëm në Kosovë, janë dollë për nëmën të motrës, do më thonë burisoj indjere ka pos kartelen, po konë nëmën të motrës, po e ka përdur kartelen. E qartë. Mirë, me gjitha të, unë jam në fund, zonja Ganimete, ti ke një thirrje për gjithë institucionet e Kosovës, apo për gjithë shqiptarët si në Shqipëri, në Kosovë, apo kudoj që ndodhen, e kanë ndjekur këtë histori dhe kanë pasur pikpyetje në lidhje me nënën e atyre 2 fëmijëve të ndjerë dhe 2 të mbijetuarve, që është motra jote, çfarë do t'i thojë ti atyre? Unë mesazhi vetëm është që nga një nonë kena lind, nona do të bohëm vetë, edhe vojza do të sjellëm një jetë. Qartë. Nuk mund të paragjykojmë një nonë, kur nuk ja dim vujtjen e soj se çka ka kalu. Po nuk mund të gjykojmë një bob kur sot nuk jeton. Po t'jem për krahas aty në 2 fëmijëve që të rriten, për krahas asoj none, shumë vujtur. Edhe mos ndodhin fatkeqësi ku çdo çift ketë primore jetën e fëmijëve, edhe edukimin e fëmijëve, socializimin e fëmijëve. Kjo është mesazhi jemi vetëm për çdo çift që pika por dhe tjetë fëmija, Faleminderit. që të edukohet, të rritet, pa marrë parasysh çfarë sfida, për primore tjetë dashuria e prindve. Unë të falenderoj zonja Ganimete dhe njerë ngushëllime të drejtë për drejta në lidhje me humbjen e jetës së 2 nipërve të tu, 9 dhe 12 vjeç. Besoj se do t'i gjendeni pranë si një nënë e dytë edhe 2 fëmijëve të mbijetuar. Ju përshëndes drejt për së drejti nga Tirana dhe ju falenderoj që ju kisha ditën e sotme në studio. Falenderit. Falenderit avokatit, falenderoj edhe Fabiolën, ndërkohë i bëj thirrje edhe njerë familjes Berisha, në qoftë se ndjen të prekur nga ky emisioni Kërkojmë Ndjes. Kryeredaktori e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj ka folur me xhaxhain e 2 fëmijëve, ai nuk është në gjendje të ishte pjesë e emisionit, në qoftë se duan të shtojnë diçka me atë që u diskutua ditën e sotme, janë të mirëpritur që edhe zëri i tyre të dëgjohet në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Faleminderit miq që na keni ndjekur drejt për së drejti edhe ditën e sotme. Bashkë takohemi në ditët në vijim, deri atëherë miru takofshim.